Përfundimi i rrugës Arbrit ka bërë më pak të përdorshëm dy segmente të rëndësishme të rrugës nacionale Skuraj-Peshkopi. Segmenti nga ura e fshatit në Klos deri në qafën e Bollit është shumë më pak i përdorshëm tashmë, e përrjedhoi është larguar më shumë nga vëmendja autoriteteve përgjegjëse. Në këtë segment rrugor her pas here ka problematika të shumta si me rënien e gurve ashtu edhe me deformimin e asfaltit. Megjithse kjo rrugë mbetet pjesë e rrugës nacionale, banorët e drejtuesit e mjeteve shpeshherë kanë ngritur shqetësimin se nuk mirëmbahet siç duhet. E njëjta situatë paraqitet edhe në segmentin tjetër nga ura e Çerenecit, ura e Topojanit Magjellar. Edhe ky segment rrugor që kalon përmes Shupenzës është problematik që më hapje në rrugës Arbrit që kalon përmes Gjoricës. Drejtuesit e mjeteve që e përdorin çdo ditë këtë rrugë thonë se ka prani të madhe të gropave dhe kur firma ndërhyjnë mbush ato me zhavorë që janë burim aksidentesh. Banorët dhe drejtuesit e mjeteve të Shupenzës dhe Maqellarës kërkojnë që rruga të mirëmbahet sipas standardeve dhe jo sa për të kaluar radhën. Çfarë them për rrugën? Është bë gropa, nuk shefet me sy. Hot paktën 1-2 pllom aty. Ti e shef vetë sa bë rruga. Është skandal ti e shef vetë. Po prishet gomët paktën një se kapi gomën, do të më ndrojë gomën një, ç'a të bëj? S'ke ku ta çesh makesë më. Edhe ki kushëri me kalan makinën që ty si ka bë aksident do prish. Si ju prish goma edhe hiku me gjithë makinë. Ç'a të bëj këti? Qa masa është mërë, masat. Me bë me të kalu siguracioni papagujt, gjëpe ke. Për gjithë rrugën Skuraj-Klos-Peshkopi janë dhënë miliona euro nga autoriteti rrugor shqiptar për mirëmbajtje, por gjendja e shumë segmenteve vijon të mbetet problematike.